legjitimon çdo lloj arrogancë. Dhe në qoftë se realisht duam të bëjmë analizë dhe si zgjidhet kjo punë, unë po jo them që zgjidhet për 2 javë. Si? Ja po jo shpjegoj. Mjafton të ulet numri i qarqeve. Nga 12 në 5. Po? Dhe kjo bëhet pa ndryshime kushtetuese. Po? Që të mos spekulojmë fare me kushtetutën që thot kryeministri. Bëhet pa ndryshime kushtetuese. Në ligj janë vendosur 12 qarqe, bëhen 5, bëhen 6. Në ligjin zgjedhor. Për efekte zgjedhor bën dhe duke rrit bazën e zonës zgjedhore e bën realisht pothuajse afër. Postoni pak të propozimin e Manjanit, postoni pak. Dhe e gjeni zgjidhje kjo? Është bërë more se kur u bë reforma territoriale administrative, ishte faza 2 që mbeti pa u bërë, që ishte reforma e qarqeve. Është gati, janë analizat e bëra, studimin territorial të bëra, janë gjitha, janë dokumente pafund. E vetëm një gjë është një konsensus politik. Çfarë zgjidh kjo? Çfarë zgjidh? Zgjidh këtë gjë pra që i stimulon partitë që të konkurrojnë vetë në zgjedhje. Mos ke nevojë. Mundur me që ti të marrësh deputet edhe në një qark vogël. Edhe një qark vogël. Për shembull, në Gjirokastë ti s'ke asnjë shpresë, duke u zmadhuar qarku. Kjo bëhet për 2 javë. Po. Në qoftë se duam të hymë më thellë akoma, që edhe unë jam dakord, ta ulim numrin e deputetëve nga 120, tu duhet ndryshojmë kushtetutën. Se janë disa... Po ti mund të rritësh edhe, ti mund të vezë sistemin e korrektimit kombëtar. Po duhet të ndryshojmë kushtetutën edhe për korrektimin kombëtar. Unë po them pa ndryshuar fare kushtetutën, se kushtetuta na duket nga alibi, si alibi nga herë. Kushtetutën lutën 2 herë. Tani unë po them pa ndryshuar fare për 2 javë. Pra zgjidhja që partitë konkurrojnë vete është zvoglimi numrit qarqeve. Pjesërisht shpëton për momentin krizën aktuale. Unë nuk jam nga ato që besoj që administrata në Shqipëri në 2 muaj dhe në 20 vite të ardhshme do të depolitizohet. Nuk ka